është e mirë se si ka vetëkënaqësi mbyllur në këtë strofull të quaj që e ka bo aj. Faktorit ndërkombëtar, raportet e Kosovës me zhvillime, duket shumë e largët Irani, sulme që po bëhen nga Izraeli atje, po nuk janë parimisht, aq më shumë është brengose kur e sheh se cenzorët politik, detektues, geopolitik të kësaj qeverie janë prish në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, në raport me Shqipëni, në raport me Maqedoni. Është e mirë se si ka vetëkënaqësi mbyllur në këtë strofull të quaj që e ka bo aj, e ka bo kjo qeveri, e ka bo ky kryeministër i deri djeshëm. Është brengose, prandaj duhet pasur parasysh e meriton një temë veç për këtë çështje të diskutohet për me pas sa degraduese është na jem në sanksione. Vazhdojmë me qenë sanksione prej evropianëve. Pra ka gabimet mëdha. E prandaj po thonë edhe në shkofshëm zgjedhje që nuk jemi për atë. Edhe evropianët kanë bo gabime. Duhet me pranu. Evropianët kanë bo gabime shumë. Pse e kanë përkrah Kurtin me prunë pushtetit sa Jo për Kurtin. Kanë bo gabime që se kanë hapë Kosovën më herët. Shikoj, vetëm liberalizimi i vizave ka dëshmu sa gabim ka qenë Evropa. Mos harrojmë, Evropa i ka ndëshku të gjithë politikanët e tjerë, sepse vizat i dashur të bëhen shumë më herët. Për me morë frym pak. Tupi se lumë, për çka ka merit madhe Partia Demokratike dhe ju, vetëm në atë proces. Ju peceki si diçka të mirë, se dikush menon që ty i falenderu kësaj qeverie i morën vizat, jo më çfarë. Ka të drejtë kur evropianëve ja thot në sy, sepse me të vërtet na kanë nënçmuar jashtëzakonisht shumë. Shikoj, nuk ka logjik, mi vendos Kosovës sanksione, Serbinë me e glorifiku, këto dy gjëra nuk shkojnë bashkë.